Bokseri shqiptar Kristian Prenga shkatëron kundërshtarin në 2 minuta. Bokseri shqiptar Kristian Prenga ka shënuar një tjetër fitore spektakolare në karrierën e tij profesionale duke triumfuar në mbrëmjen e së shtunës në Atlantic City në Shtetet e Bashkuara. Prenga dominoi që nga sekondat e para përballjen ndaj amerikanit Joe Jones, duke vënë nën presion me kombinime të fuqishme dhe goditje precize. Ritmi i lartë e agresiviteti i tij bën që ndeshja të përfundonte brenda vetëm 2 minutash, duke i dhënë shqiptarit një tjetër fitore me knockout. Në këtë sukses, Prenga arriti 20 fitore me knockout në karrierën e tij dhe një statistikë që konfirmon fuqinë dhe dominimin e tij në kategorinë përkatëse të peshës. Performanca e tij u prit me entuziazëm nga tifozët shqiptar të pranishëm në sallë si dhe nga ata që ndoqën ndeshjen nga afër. Pas përballjes, ai falenderoi mbështetësit për përkrahjen e jashtëzakonshme dhe ja dedikoi fitoren të gjithë shqiptarëve. Kampioni premtoi se do rikthehet edhe më i fortë në ndeshjet e ardhshme, duke vazhduar të përfaqësojë Shqipërinë në skenën ndërkombëtare të boksit.